Në momentet kur vënohet tretmani I tij, mund të kemi edhe çrregullim ose alterim malin të atij karsinoidi, që shkakton rrit rrezikun për jetën e fëmijës. Apo nëse kemi gjakderdhje nga ajo mas, gjithmonë ajo gjakderdhjet masive nga moshkrit janë të pamenaxhueshme, sepse janë brenda organizmit dhe mundësia për të ndarë gjakderdhjen është shumë e ulët derisa të mrinte tek qendrat e specializuara për atë procedurë ku duhet bëhet ballonimi apo mbyllja e kanalit të frymërës në mënyrë që mos shkaktohet ngulfatja apo humbja e jetës si pasojë e gjakderdhjes. Gjithmonë, në momentet kur diagnostikohet ose kur janë dyshimet që bëhet fjalë për karsinoid të moshkrive, për tumor të rrugëve të frymërës, tretmani duhet të jetë I menjëhershëm, tretmani duhet të jetë konform udhëzimeve të mjekut që diagnostikon. E qartë. Gjatë krejt intervistës e ceke që duhani është një prej shkaktarëve kryesor që e shkakton edhe të rriturit kancerin e moshkrive. Po, sa I përket këtyre cigareve elektrike, a munden me qenë edhe këto një nga shkaktarët kryesor? Për cigaret elektrike, rreziku mbetet I njëjtë sikur të duhanpirja klasike, sepse këto ka një periudhë të shkurtë kohore që ka filluar përdorimi I tyre. Mirëpo, në bazë të studimeve që bëhen për cigaret elektrike edhe për vape që përdoren, rreziku shihet të jetë I njëjtë, mos më I madh si pasojë aromatizuesve që ndodhen në këto cigare, që shkaktojnë edhe infeksione të rënda intersticiale. Do thotë brenda indit pulmonar, shkaktojnë rritjen rrezikun për shfaqjen e kancerit, por shkaktojnë edhe infeksione të rënda që mund të shfaqen si pasojë e përdorimit të tyre. Do thotë nuk ka duhan të mirë, qoftë ai elektrik ose duhani klasik, nuk ka asnjëherë duhan të mirë dhe përdorimi I tij rrit rrezikun për shfaqjen e problemeve prej më të thjeshta e deri te shfaqja e kancerit të moshkrive. E qartë. Por a kemi edhe pacientë cilët nuk kanë qenë asnjëherë konsumues të duhanit edhe domethënë përballen me një sëmundje të tillë? Patjetër që po. Patjetër që ka pacientë. Jo vetëm që ka të tillë që ndoshta janë ekspozuar tim duhanit për kohë të gjatë, që quhet duhanpirje pasive dhe kanë nxit deri te shfaqja e tyre. Mirë po ka edhe pacientë që nuk janë ekspozuar, por për shkak të ambientit jashtëm, për shkak të strukturës gjenetike, për shkak të faktorit të panjohur që kemi akoma në mjeksi, është edhe shfaqja e kancerit të moshkrive. Ne dim, do të thotë kur marrim statistika, përqindja më e madhe e pacientëve me kancer të moshkrive janë duhanpirës, mbi 90%. Ka dhe raste, 90% që nuk kanë qenë konsumues të duhanit, por shfaqen kancer të moshkrive, që mund të jetë si pasojë e ushqyerjes, mund të jetë si pasojë stilit të jetës, si pasojë jetesës në kushte të rënda, me ambient të papastër që kanë nxit deri te shfaqja e tumorit në moshkri. Jo gjithmonë duhanpirja është numër 1, por shkaktari kryesor është prapë duhanpirja. Mbi 90% të rasteve është duhanpirja. E qartë. Doktor, flasim për audiencën, çka është shkurtimisht biopsia dhe pse është kaq e rëndësishme kur bëhet fjalë për këtë sëmundje? Në momentet kur ne kemi dyshim të bazuar për një tumor në moshkri, atëherë bëhet biopsia. Biopsia është marrja e materialit, ose ta them kështu bukfalisht marrja një cope nga indi tumoral, ku ne shohim me anë të bronkoskopisë, që është një video live që shohim gjendjen e moshkrive brenda dhe nga jashtë me anë të forcepsit ose donat, merret një copë nga indi tumoral ku e lokalizojmë dhe dërgohet për analizë histopatologjike ose shiqimin në mikroskop I qelizave që ndodhen në atë ind.